Një sër surprizash do të sjell edicioni 18 i Festivalit Ndërkombëtar të Karnavaleve, që do të zhvillohet përgjatë gjithë ditës së shtunë të 7 qershorit. Specialistja e marrëdhënieve me publikun dhe publikimeve pranë Bashkisë Korç, Lorena Saro, ka bërë të ditur itinerarin që do të ndjekin karnavalet përgjatë gjithë ditës e deri në mbrëmje, por ka zbuluar edhe disa nga surprizat e kësaj feste, që do të çelë edhe sezonin turistik veror për Korçën. Korça është gati të mirëpres një sezon turistik plot aktivitete. Ditën e shtunë, më datë 7 qershor, çelim zyrtarisht sezonin veror me edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Karnavalit. Një ngjarje që kthehet çdo vit në një pikë takimi për qytetarët, vizitorët dhe artistët nga vendit e bota. Atmosfera festive do të pushtoj Korçën që prej orëve të paradites, ku sheshet dhe rrugica do të mbushen me trupa artistike të veshura me kostume karnavalesh, duke sjell ritëm, ngjyra dhe hare në çdo cep të qytetit. Ndërkohë, po gjatë paradites, tek pazari i vjetër do të prezantojmë ofertën turistike të Korçës dhe albumin fotografik Korça The Heartland. Ndërsa në mbrëmje, qyteti do të gjallërohet me paradën e karnavaleve në Bulevardin Republika, zonën këmbësore, për të kulmuar më tej me një karnaval party tek pazari i vjetër me performancën e këngëtares Rezarta Smaja dhe DJ-ve. Sezoni veror në Korçë nuk duhet humbur, pasi një sër aktivitetesh të tjera kombëtare e ndërkombëtare do të zhvillohen për t'i dhënë edhe më shumë ngjyra qytetit. Në fakt, e gjithë vera në Korçë do të vijë me një kalendar festiv që e kthen qytetin në një skenë të hapur kulturore, ku çdo cep pulson nga gjallëria, muzika dhe arti. Evente të ndryshme ndërkombëtare do të sjellin një atmosferë unike jo vetëm për banorët, por edhe për turistët e shumtë që zgjedhin Korçën si destinacionin e tyre veror. Shpirti Ballkanit, Mik Festival, Lumina Electronic Festival, Korça Beer Fest dhe netet magjike të Korça Serenajts janë vetëm disa prej momenteve që do të gjallërojnë qytetin tonë gjatë gjithë sezonit. Saro ka ftuar të gjithë banorët, por edhe vizitorët që të bëhen pjesë e festimeve dhe të zbulojnë magjinë që Korça ka për të ofruar.